Më mirë vetëm apo tek pull? Kur je vetëm, po tek, se i thuro tek pull, pra janë dy, teku dhe pulla. Pra vetëm je vetëm. Tek pull janë dy. O, zot. Okej, Selin, lidere, Po. je gati? Gati për çfarë? Gati për një zgjedhje të vështirë. Atëherë, siç e keni marrë vesh, nga prova që vllai i madh ju dha me ndarjen e skuadra që Selin ju bëri dhe me kapjen e duarve, njëri nga grupet që ka rezistuar më shumë është grupi i Kristit, Rogertit, Juelës dhe Tanit, të cilët janë imun. Por, duke qenë se Rogerti do të jetë pjesë e çdo televotimi pas vendimit të vllait të madh, Selin të takon ty të zgjedhësh mes 3 grupeve humbës, duke përfshirë edhe grupin tënd, njërin prej tyre që do ta çosh në televotim për të martën. Okej. Atëherë, Nëse do t'i rikujtoj edhe një herë grupet, Jo, i dim. po i rikujtoj për publikun. Okej. Grupi blu, ku ka qenë edhe liderja Selin, përbëhen nga Selin, Miri, Gimbo, Greta, Ina. Grupi i kuq nga Stenaldo, Mal, Brikena dhe Mateo, dhe grupi i verdh nga Stelina, Kursita, Baby G dhe Angelo që tashmë është jashtë. Pra, ngel vetëm me Stelin, Kursit dhe Baby G. Po. Kë vendos ti të çosh Lidiona, në mund të televotim dhe pse? Po, okej, se doja dhe ta Patjetër, komentoja. patjetër. Atëherë, për grupin e vajzave, Baby G, Krusitën dhe Stelinën automatikisht janë të lëna jashtë, nuk do t'i çoja në nominim, kjo për arsye se e para janë 3 vajza, e dyta nuk kam dëshirë që të shikoj asnjë nga vajzat në nominim këtë javë. Për grupin e Malit, Mateos, Brikenës edhe Stenaldos, nuk do ta bëja kjo për arsye se Brikena dhe Mateon duat që të shikoj më gjërë në lojë dhe me këtë gjën që ndoshta fillon, ndoshta jo. Malin është një mundësi shumë e mirë që ndoshta për ta vënë një nominim të vështirë për gjithë situatën që kemi patur nga fillimi dhe deri në këtë pikë të lojës, por nuk dua ta bëj në këtë pikë të lojës, kështu që automatikisht çoj në nominim grupin ton. Grupin tënd. Po. Atëre, ju lutem qëndroni përveç Selin që është e ulur pjesa tjetër me kurriz nga video walli, pra Miri, Gimbo, Greta dhe Ina. Po, qëndroni këtu. Po. Dhe Selin, Po. si që thash, duke qënë se Rogerti është pjesë e çdo televotimi, ti në këto momente nga vllai i madh ke mundësinë që të ndrosh njërin prej tyre, duke përfshirë edhe veten, sepse je pjesë e grupit. Madje nëse na ndihmon do ishte më mirë të ishe afër grupit që të kuptojë edhe për publikun. Po, prandaj. Pra, kë do ndrosh duke përfshirë dhe veten, njërin nga grupi me Rogertin. Gretën. Atëherë shpëton Gretën dhe futet Rogerti, automatikisht në televotim për të martën shkojnë Selin, Rogert, Gimbo, Ina dhe Miri. Në këto momente do të hapim zyrtarisht televotimin. Pyetja do të ngelet, kë doni të shpëtoni? Kë doni të shpëtoni? Një koment shkurt nga Arbri dhe Monika sa i përket zgjedhjes, ju e ndërkohë rehatoni, Arbër. Mu më duket lëvizje e zgjuar, më duket lëvizje e cila fton në aleancë disa dhe tregon pushtet që nuk i trembet nominimit. Qartë, Monika. Sigurisht që është shumë inteligjente si lëvizje, aty lojtari më i dobët për momentin është, jemi të lidhur me shpirt? Jemi, po. Ina është, po. Sa vetë. Kështu që... Ina është ndërkohë dhe fokusi im që nga dita 1 për qasën e saj në lojë, kështu që për mua unë qëndroj fjalëve të mia dhe... Jo, patjetër, sepse të gjithë të tjerët janë pothuajse të konsoliduar. Qartë, okej. Mirë, ndërkohë, ore, mbrëm si kaluat me këtë feste, mos është më thatë. Ledion.